janë individ politik që kanë qenë në këtë kratë sallës deputet dhe përfaqësues të Partisë Socialiste. Do ta kishim besuar realisht që kjo qeveri ka për qëllim të reformojë shërbimin e jashtëm, nëse nuk do kishim vërejtur që në zgjedhjet e 11 majit ambasadat e Republikës Shqipërisë në mbar botën u kthyen në qendra elektorale të Partisë Socialiste, ku ambasadorët duartokisnin fjalimin e kryeministrit dhe kryetarit të Partisë Socialiste që kudo ku shkonte fyente opozitën dhe popullin opozitar. Do ta kishim besuar reformën në shërbimin e jashtëm nëse ju, zonja ministre, do të vinit këtu dhe nuk do të flisnit për suksese imagjinare të politikës tuaj të jashtme me atletet bardha të kryeministrit, po do të kishin informuar me seriozitetin që ju dikton detyra shtetërore që mbani, Kuvendin e Shqipërisë se si procesi i integrimit evropian është marrë peng nga rasti i korrupsionit zëvendës kryeministres tuaj. Pse na flisni për suksese imagjinare të hapjeve të kapitujve, zonja ministre, dhe nuk na informoni për mbledhjen e 2 javëve më parë të grupit Koela, ku Shqipërisë i është bërë e qartë se nuk ka për të patur asnjë hap përpara në procesin e integrimit nëse ky kuvend kthehet në stre dhe në bunker të zyrtarëve të lartë korruptuar. Nuk ka për të pasur asnjë hap përpara nëse zëvendës kryeministres tuaj ky kuvend nuk i heq imunitetin. Pse e mbani të fshehur për kuvendin ju këtë informacion dhe na flisni se Shqipëria qënë ka qendra e Europës se ka hapur kapitujt. Qa suksesi është hapja e kapitujve? Sukses është ti mbyllësh kapitujt. Dhe me qënë se përmende themeloret, shteti ligjor është baza e atij procesi. Dhe ju keni vendosur që për një rast konkret, jo vetëm shkelmoni shtetin ligjor në vend, po edhe të pengoni procesin i integrimit evropian të Shqipërisë. Por qa suksese flisni ju? Serbia ka hap kapituj e ka mbyll kapituj. Malizi ka hap kapituj e ka mbyll kapituj. Ku jemi ne? Ne jemi te Belinda Balluku. Nuk pyesim ne për proces të integrimit evropian, ku bëhet fjalë për fatin politik të Edi Ramës dhe të Belinda Ballukut. Ju integrimin evropian e keni propagandë të pastër. Në cilën tryezë vendimarrëse na ka ulur qeveria juaj gjatë këtyre viteve? Në cilin organizëm na ka ulur? Në Këshillin e Europës na ka ulur qeverisja e Partisë Demokratike. Në OKB na keni futur ju. Në cilën tryezë vendimarrëse na ka ulur kjo qeveri? Askund. Vetëm ka zvarritur për interesa të veta politike dhe motive dhe arsye pushteti, të mbajtjes me dhunë të pushtetit, prej 14 vitesh në një proces jetik dhe shumë të rëndësishëm mbar kombëtar siç është procesi i integrimit evropian. Ja ku e keni testin ju. Testin e keni përpara. Ju a tha dje kryetari i Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian. Është test kritik për luftën ndaj korrupsionit. Pse nuk dilni ju këtu dhe thoni, po ne këtë test do ta kalojmë. Siç është vepruar në 35 vite në këtë kuvend, ne nuk do të mbrojmë asnjë zyrtar nga veprimi i prokurorisë. Por nuk e thoni dot. Se e dini që fati juaj politik varet nga fati i Belindës, sepse korrupsionin Belinda nuk e ka bërë në kokë të vet, siç e kishin bërë disa tjerë që kryeministri i lëshoi. E ka bërë me urdhër direkt të kryeministrit Edi Rama, cili do që ka akses në dosje e që ka lexuar të dhënat që ka sjell prokuria, e kupton shumë mirë që nuk është vetëm Belinda, është Belinda dhe Edi Rama pjesë e skemës korrupsionit.
Pse nuk vini këtu ju, zonja ministre, se na folot për suksese të jashtëzakonshme të politikës të jashtme, dhe të informoni kuvendin për shqetësimin që kanë partnerët se fole për korridorin e 8, për ngecjen e portit të Porto Romanos. Është çështje e sigurisë kombëtare, është çështje e NATO-s, është një çështje madhore e interesit kombëtar. Pse nuk informoni ju kuvendin çfarë shqetësimesh kanë partnerët me atë që po ndodh sot në portin e munguar të Porto Romanos? Pse nuk u informoni ju, zonja ministre, kuvendin për shqetësimin që kanë autoritetet gjermane për dosjen e Akshit? E dini një lloj si unë, edhe ju, se çfarë shqetësimi kanë. Pse nuk vini këtu të na informoni ne për këtë shqetësim? Po vini këtu, flisni dili nga Haga në SBA, nga SBA-ja në Turqi, e nga Turqia në Arabi Saudite, e përfundoni në Izrael. Këto janë çështje me interes kombëtar. Për çfarë politike të jashtme dhe standarde ndërkombëtare flisni ju, ku qeverisën e bazoni në vjedhje të votave, në intimidim të votuesve, në përdorim të krimit organizuar, dhe këto si kemi thënë ne. I ka thënë OSBE Odiri, i ka thënë Parlamenti Evropian. Po ju nuk ju intereson as Parlamenti Evropian, as OSBE-ja, ju intereson propaganda që ju siguron në mënyrë korruptive mbajtjen me dhunë të pushtetit. Nuk vuan sot shërbimi i jashtëm i Republikës Shqipërisë nga nevoja për një ligj të ri. Absolutisht Shqipëria ka diplomat karriere të nderuar, por që janë të keq trajtuar, të keq paguar, të pambështetur, shpesh edhe në vështirësi, siç ishte ambasadori jon të ky takimi i Koela, që nuk dinte ç'të thoshte kur përfaqësuesit e vendeve të Bashkimit Evropian i thoshim nuk hedhim asnjë hap përpara pa trajtuar çështjen e korrupsionit Belinda Ballukut. Si vendosni ju në vështirësi, ambasadorët? Si vendosni në vështirësi, ambasadorët, për t'i përdorur ato si qendra elektorale të Partisë Socialiste? Dhe vini këtu dhe thoni po bëjmë një reformë të madhe, se tani Shqipëria është në një tjetër nivel, është ulur në trueza vendimarrëse, do zgjidhë gjithë problematikat e botës, Edi Rama dhe Elisa, dhe prandaj na duhen ambasador që të kenë kalu provimin që do bëjë Elisa. Se problemi vetëm që ka sot shërbimi i jashtëm është që ambasadorët nuk kanë marrë notën kaluese të Elisës. Ky është shqetësimi që ka sot politika jashtme. Nuk është ky shqetësimi, dhe ju, zonja ministre, e dini po aq mirë se sa unë. Shqetësimi që ka sot Shqipëria është lufta reale ndaj korrupsionit, lufta reale ndaj krimit organizuar, garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Doni ta nderoni Shqipërinë në arenën ndërkombëtare, mos u bëni mburoj e korrupsionit, mos bashkëpunoni dhe mbroni krimin organizuar, i garantoni shqiptarëve një të drejtë universale, siç është e drejta për të zgjedhur në mënyrë të lirë, siç ata i gjykojnë dhe siç ata e vlerësojnë, pa presionin e bukës gojës apo pa presionin e grupeve kriminale. Faleminderit. Faleminderit, ministrja Spiro Pali ka kërkuar fjalën. Zonja ministre, fjala për ju.